Mund të them se kjo javë që kaloi ishte një javë shumë e ngarkuar për grupin Elita 5, pas që brenda një jave kishim 5 koncerte. Ishim në Shkodër, në Gjilan dhe vazhduam në Austri me 3 koncerte. Duhet ta ceki se ishin koncerte fenomenale, u falenderoj të gjithë aty në bashkëdhetarëve tonë që erdhën në numër shumë të madh që stërmbushën sallat atje, sepse ishin sallat prestigjioze, më prestigjioze të Austrisë. Publiku e tregoi veten për kraj grupin Elita 5, ne dham maksimumin dhe besoj se të gjithë atje kanë mbetë të kënaqur. Pas një pushimi shumë të shkurt vazhdon grupi Elita 5 me aktivitetet gjatë verës, shumë koncerte që kemi dhe këto janë më të reja të grupit Elita 5. Mund të them një msheftësi, e mbajtëm pak, po do ta ceki shumë koncerte Shqipëri e Kosovë, po do të jemi edhe në Tetov. Do me thonë, do të jemi me datë 37, do me thonë, do të jemi me një koncert të madh këtu në sheshin e Tetovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju, edhe juve, faleminderit për përkrajen që gjithmonë ja jepni grupit Elita 5.